Nërkohësisht nga ana tjetër shega përmban punikalaginën dhe pendukulaginën, këto ndihmojnë dhe enët e gjakut, ndihmojnë muskulin e zemrës, dhe persona që mund të kenë anemi më shumë se sa 150 ml lëng mund t'i shkaktoj pak hipotension. Por nëse kalohet doza e lartë e lëngut shegës, mund të uli pak tensionin, sepse përmban shumë antioksidantë. Po sa është doza e duhur për shembull? Po të konsumohet siç është, gjysmë kokre në ditë, mjafton gjysmë kokre në ditë, me bërthamat e saj mjafton sepse ka dhe veti antiparazitare. Pra, ushqen bakteret e mira të zorës trash, ushqen dhe neuronet në tru, ose disa qeliza që i japin ushqim neuroneve, astrocitet, mikrogliat, tanicitet, oligodendriocitet, këto janë disa qeliza që ushqejnë neuronet. Po ndërkohë nëse mund të shtrydhim për shembull lëngun e shegës, është njësoj efekti? Jo, këtu si jam dakord. Unë them që të konsumohet ashtu siç është. Pra, unë tek pjesa e shtrydhjes së lëngut frutave nuk jam dakord. Në asnjë rast, pra. Në asnjë rast. Këtu bëjmë përjashtim tek fëmijët e vegjël, që nuk mund t'i kenë dalë akoma dhëmbët, dhe bëjmë përjashtim tek persona të cilat nuk mund ta konsumojnë dot si pasojë sëmundjeve bashkëqyruse që mund të kenë, por një person i shëndetshëm, unë nuk jam dakord që ai të shtrydhe lëngjet e frutave dhe ti përdori ashtu. Më shumë të fruta duhet të përdoren siç janë, organike dhe të stimulohen pjesa e lipazës, amilazës. Këtu futen, mund të flasim edhe për disa nga ushqimet që bëjnë të mundur dhe lehtësimin e diamantës së mëlçisë. Edhe në fillimin e thamë që më i rëndësishëm se sa ushqimi është aktiviteti fizik. Dhe po thua që pavarësisht nëse mundohemi me këto ushqime që përmendëm po edhe të tjera, nëse s'është aktiviteti fizik? Muskujt e pulpave ose të kofshës quhen zemra e dytë. Njeriu ka dhe një zemër të dytë, që është pjesa e pulpave. Këto muskujt quhen gastrocnemius dhe soleus. Nëse muskujt e pulpave nuk lëvizin, ne jo detokset bëjmë, që janë gjëj, domethënë, diçka, unë se di se si mund të ekzistojnë, se e lëngu që bëhet aty me shutës oksidohet, s'ka asnjë vlerë. Kundër detoksit në këtë rast? Kundër detoksit. Sistemi, organet kanë fazat e tyre. Dhe organet e trupit njeriut kanë vetë faza detoksifikuese. Këto janë më shumti marketingi, gjëra interneti, detoks. Pra këto janë gjëra të cilat bëjnë lavazh te truri njeriu, që ai person të thotë që shiko se unë me këtë lëngun magjik do pastroj trupin. Fazat e detoksit natyrale janë gjumi, aktiviteti fizik, ushqimi. Po ka pasur rezultate për shembull që edhe ata që kanë pasur për qëllim të dobësohen në zëm, kanë përdorur rezultate afatshkurtra. Rikthehen prapë tek ajo gjendje. Janë më shumë ti po them marketinge, janë për të qitur diçka. Organet si veshka dhe mëlçia. Mëlçia ka 3 faza: oksidim, reduktim, hidroliz, konjugim, metilim. Këto janë fiziologji, themelet fiziologjisë. Dhe mëlçia, pa patur personi gjumë të shëndetshëm, si mund të marri shutca dhe t'i pi. Pa patur një tretje të shëndetshme, si mund të marri shutca dhe t'i pi. Dhe aktiviteti fizik që është esenciale. Këtu janë disa vena, që këto venat janë valvulat vogla, ka pak valvulare kanë ato. Kanë disa si thua, valvulat vogla që e derdhin gjakun sipër zemrës. Dhe nëse personi pi këto gjatë ditës, po gjatë ditës mund të ri ulur me orë të tëra, atëherë si mund bjeri nga kilet. Pra, aktiviteti fizik që nuk është palestrat e sforcuar, aktiviteti fizik është që unë dal nga kjo studio dhe të eci gati 5 km, 3 km në ditë. Më përpara nuk kanë ekzistuar këto gjërat, pra shut sa gjëra, por kanë ekzistuar si detokse, sforcimi ose aktiviteti fizik i muskujve. Dhe te pjesa e muskujt të pulpave është zemra e dytë, që quhen muskujt gastrocnemius, muskujt soleus. Këto vendosin në punë disa vena, venën tibiale anteriore, venën tibiale posteriore, vena safena magna, vena popliteale, vena femorale, vena iliake interne eksterne, vena iliake komune. Dhe këto derdhen, ç'a bëhet? Gjaku që ndodhet nëpër këmbë shkon drejt zemrës. Edhe zemra që bën këtë gjak që është gjaku venoz është i pasur me karbon dioksid. Dhe zemra e derdh natriumin e djathtë e dërgon tek mushkëria dhe pajis me oksigjen. Po këtë nuk e bëjnë shutcat apo detokset, lëngjet e vogla. Këtë e bën gjumi, ushqimi i duhur dhe aktiviteti fizik që është ecja. Dikush për shembull nuk ka mundësi që të bëjë aktivitet fizik të mirëfillta sa duhet, ndoshta edhe me një instruktor. Ecja sa kohë në ditë mund na duhet për shembull që t'ia kushtojmë ecjes që të kemi 30 minuta, 45 minuta dhe ecja më e shëndetshme është ajo ecje që bëhet në mëngjes. Pra në mëngjes. Në mëngjes ulet edhe kortizoli. Në mëngjes trupi njeriu shikon dhe rezet e para të diellit, duke qenë se
ka një kontakt ose ekspozohet nga rrezet e bardha të diellit, këtu forcohen edhe disa regione anatomike viscerale në tru, locus ceruleus, area ventralis tegmentalis, sistemi retikular. Këto janë disa qendra në pjesën e trurit. Edhe kjo pjesa këtu shumë e rëndësishme, edhe kur aksidentohet personi në pjesën e qafës, qendra viscerale kardiomotorike, nëse ajo dëmtohet, personi aktualisht hyn në vdekje klinike. Por nëse kjo pjesa këtu dëmtohet. Dhe nëse kjo ekspozohet me rrezet e diellit ose dhe pjesa paraballore, këto ndihmojnë në rregullimin dhe të hormoneve, të punës së zemrës, të mëlçisë. Si ne zgjohemi ashtu edhe organet funksionojnë. Pra në këtë rast çdo mëngjes Ecja në mëngjes është e shëndetshme. Ecja në mëngjes, pra jo të pim kafe që në mëngjes, por 10 minuta ecje në mëngjes i jep një dhuratë ose një gift organeve. Kështu kafja që mund të japim trupit, kafja më e mirë do ishte ecja në çdo rast në mëngjes. Kafja më e mirë, pastaj mund të konsumohet kafja. Edhe kafe. Të themi që ishte kafe, aty të bëjmë gabim edhe pastaj na vrasin me bukë në gojë. Duhet të jetë patjetër kafja në mëngjes, se kanë nga ata që për shembull thonë ajo kafja mund të na dëmtojë në mëngjes, se stomaku bosh. Po, ata personat që kanë ulçër, gastrit, nuk mund ta tolerojnë dot. Kurse njerëzit e tjerë, nëse duan, nëse ne themi jo, pastaj na ekzekutojnë. Se është përsëria çdo. Po edhe unë ka raste që e përdor, por nëse një njeri ka ulçër dhe gastrit si te punë e qepës, nuk mund ta toleroj dot. Faleminderit shumë për të gjitha këshillat e nevojshme. Shpresojmë që të shërbejë ndërgjegjësim për secilin që të jetë më i kujdesshëm për shëndetin. Edhe të bëjë atë gjysmën e orës të ecjes. Presojmë, po.